Si ka mundësi që në Shqipëri një musliman të quhej John, ndërsa një i krishter Ali? Në shumicën e vendeve të botës, vetëm nga emri e kupton fen e një njeriu. Në Shqipëri kjo nuk ka funksionuar kur kështu. Në shoqërinë tradicionale shqiptare, emri nuk ishte kufi fetar, por shpresë për jetë. Deri në luftën e dytë botërore, mortaliteti foshnjor ishte jashtëzakonisht i lartë. Fëmijët vdisnin shpesh dhe familjet kërkonin çdo mënyrë për të mashtruar fatin. Kur një qift musliman humbiste një ose dy fëmijë, fëmijës që lindte më pas i vjej shpesh një emër i krishter, zakonisht emri i një shenjtori. E njëjta gjë ndodhte edhe tek familjet e krishtera, që pas humbjeve i vinin fëmijës emër musliman. Sipas bestytnive popullore, emri i fesë tjetër i mbronte fëmijët nga shpirtrat e ligj dhe u sillte mbarësi. Emri nuk ishte besim, ishte mburoj. Për shqiptarët, zakoni dhe mbijetesa kishin më shumë peshë se dogma fetare. Këtë dukuri e vrejti edhe Edith Durham, e cila shkroi se në Angli askush nuk do të besonte se ishin të krishterë personat me emra musliman, siç ndodhte në Shqipëri. Dhe pikërisht për këtë arsye edhe sot nga emri i një shqiptari nuk mund ta dallosh aq lehtë fen e tij. Histori epike, aty ku e kaluara rilind.